Tregimi për qëndrimin në Arafat. Një plak I mençur që kishte qenë disa herë në Haxh tregonte kur arrin në Arafat e ndjen sikur e gjithë bota ndalon. Ai tregonte se sikur qëndroi për herë të parë atje, ndjeu një peshë e madhe që ju hoq nga shpirti. Qëndrova ulur në diell me lot në sy dhe syt drejt qiellit. Nuk kërkova pasuri, por mëshirë. Nuk kërkova fuqi, por falje. Të rinj që e dëgjonin pyesnin, çfarë ndjeve? Ai u përgjigj, ndjeva Zotin më afër se kurrë. Arafati, tha ai, është vendi kur njeriu flet me krijuesin e tij pa pengesa, pa ndërmjetës. Ai I këshilloi, nëse keni mundësi, shkoni të paktën një herë në jetë. Aty e kupton sa I vogël është mëkati para mëshirës së tij. Inna Allahe Gafurur Rahim, me të vërtet Allahu është falës mëshirues. Andaj, në këtë vend të bekuar, në këtë vend që ka emrin Arafat, duhet të përgjëroheni me lutjet e juaja, t'i shtoni lutjet, të luteni për farefisin, për familjen, për njerëzit tuaj të dashur, të luteni për veten tuaj që Allahu t'u ashtoj udhëzimin, t'u ashtoj mirësitë, sepse Zoti thot në Kur'an, lutmuni mua dhe unë ju përgjigjem. Ku lutësi me lutet mua, unë jam shumë afër dhe e pranoj lutjen, e pranoj dua. Andaj besimtar, të marrim mësime nga ky tregim, se sa e rëndësishme është të qëndrosh në Arafat, duke u lutur, duke madhëruar Krijuesin fuqiplot me madhërinë që I takon. Elhamdulillah, falënderimi I takon Allah.